Banorët të rrugës Halet Aslani kishin organizuar një pritje delegacionit të komunës së Gjakovës, të cilët së bashku me kryetaren e komunës përuruan rrugën e shtruar me kubza. Banorët këtu u shprehen të lumtur me rastin e ndërtimit të kësaj rruge. Ka matë, por padesisht i përjetoj disa gjana kjo rrugë, por me një qëndrueshmëri shumë të madhe të kuvendit, komunës dhe kompanisë, fidane që me zellë dhe me një përkushtim shumë të madhe kanë punu, ja arritën qëllimin të kthejnë bukurisht kjo pjesë të qytetit. Kënaqësi i ballë. Andër u konë kjo rrugë për ne. Këto jetu ditën me kalu le natën. Bukur shumë, inshallah ju jep Zoti forcë e bereqet, e vazhdoni dhe rrugë tjera. Rruga Halet Aslani është një aks i rëndësishëm i qytetit të Gjakovës, që bën lidhjen e pjesës së re me atë të vjetër të qytetit, tha kryetarja e komunës. Një aks i cili ka shënuar dhe fillimin e pjesës vjetër të qytetit. Gjithashtu për ne ka qenë sfiduese fakti se nuk ka pas asnjëherë rrugë të hapur, do të ka qenë në formën e natyrshme siç ka qenë dikur, përderisa lidh edhe dy shkolla fillore, shkollën Kelvend Rizvanolli, shkollën Mazlum Fuska, shërben si kalim i shumë qytetarëve që do të lidhen me pjesën e rregjës siç ashin e vogël dhe pjesën e vjetër qytetit. E punimet edhe për disa ditë do të vazhdojnë në sanimin e urës së kësaj rruge, ku pjesë e projektit është edhe shtimi i një aneksi për këmbësor.